Pse mos lejohet të shkosh kudo, në kish e xhami, sigurisht me respekt për njerëzit që besojnë. Islami, pra feja ime, më mëson që unë të jetoj në paqe me jo muslimanët. Të kem marrëdhënie të mira me ta, të lutem për udhëzimin e tyre, të bëj mirë, të shkëmbej me ta dhurata, të vizitoj kur janë sëmurë. Por, çështja e besimit, secili ka besimin e tij. Unë adhuroj Allahun e lartësuar një të vetëm. Dhe në momentin që një musliman, pra mendon t'i përzi çështjet bie ndesh me parimin bazë, me themelin e fesë. Feja, pra secili ka besimin e tij. Në këtë jetë, njeriu është i lirë të zgjedh dhe të besoj çka të doj. Por që të fitosh lumturinë e përjetshme, xhenetin, duhet me adhuru Allahun e lartësuar një të vetëm. Me besu, me pasu profetin Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të. Nëse njeriu do lumturinë këtë botë dhe lumturinë e përjetshme në botën tjetër, pra nuk arrihet vetëm se me adhuru Allahun e lartësuar një të vetëm. Dhe nuk mundet që muslimani pra të adhuroj diçka tjetër përveç Zotit gjithësisë. Përndryshe, nuk është më musliman. Allahu i lartësuar thot në Kur'an: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Të ftoj që ta lexosh edhe kuptimin e kësaj sureje në Kur'an. Pra çështja është e qartë. Ne jetojmë në paqe me jo muslimanët. Islami na mëson të sillemi mirë me ta, të bëjmë mirë atyre, të lutemi për udhëzimin e tyre, por secili ka besimin e tij. Dhe në botën tjetër, nëse do xhenetin, duhet me adhuru Allahun e lartësuar një të vetëm, me besu, me pasu profetin Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, me besu gjithë profetët e Zotit gjithësisë, ashtu siç ata kanë qenë. Pa im vesh Zotit gjithësisë mangësi, pa thonë për Zotin se ka fëmijë, pa thonë për Zotin se ka nevojë për bashkëshorte. Zoti na mundësoft me jetu si musliman, me ndru jetë duke qenë musliman, dhe na mundësoft i madhi Zot me qenë prej xhenetlive. Amin.